Çfarë ndodh për shembull te njerit të cilët I dobësohet imani? A bie këtu edhe procesi I të reformës? Nëse dobësohet imani, a nën kupton kjo që edhe procesi I reformës gjithashtu bie, gjë që po shifet sot për shembull se siç po shifet domthonë gjendja si që është të gjithë ulemat po thrasin në ngritje të besimit, sepse po thonë se na kanë ardhur këto sfida sepse imani jon është rapa, ka kapsuar një ramje. Shikoni nga ky kënd, pra nga kjo perspektiv, është e saktë se atij që I dobësohet besimi, I dobësohet edhe shtytja reformuese që vjen nga besimi. Por nëse ai ka burime tjera të shtytjeve, realisht, ai këto mund t'i bëj edhe nga motive tjera, kuptoni? Nga përgjegjësia e tij, vetdia e tij, ndërgjegjja kështu me radhë. Por ne tash flasim besimi, dobësimi I besimit nga kjo perspektiv, pra, do të thotë edhe dobësim I reformës. Ai I cili tazam e merr një pozitë, edhe fillon pozita ta mundë atë, ta futë dorë atë, jo ai ta futë dorë pozitën, në atë kuptim ta përdore pozitën, po pozita e përdor atë, ai çka I ndodh atij? Ai edhe në aspektin e parimeve islame apo dispozitave islame apo obligimeve islame I neglizhon, namazit, zeqat e kështu me radhë, po edhe në të njëjtën kohë obligimeve ndaj njerëzve I neglizhon, korrupsion bën dhe këtë këto I bën se jashtë dobësu besimi. Sikur ta kish pas besimin si duhet, nuk e bën të një gjë të tillë. Pra nga kjo perspektiv, po, kur dobësohet besimi, mandej pasojnë edhe dukuri tjera negative.